Në mazhorancë, edhe po nuk e futën në listë, nuk ka ne problem, sepse ka vend për drejtora sa të dush. Po jo për senatorët, që janë deputet, ata nuk shkojnë drejtora. Ata shkojnë ambasadorët. Imagjino pandemi majkon drejtora. S'kemi rast se shkojnë ambasadorët. Kështu që ndaj në EPS nuk ka qefmbetje, apo edhe nëse ka, nuk ekspozohen. Nuk ka rebelime, nuk ka ikje, nuk ka kështu dalin konferencë për shtypje, unë nuk vi më, si që bëri Dashi. Ndërsa në opozit, ku fitoria nuk është ende e sigurt, ambicia kryesore është për të bërë deputet. Gjithsesi në fund, se cili e përmbledh tek një objektiv personal, që thot paktën të marrë mandatin. Nëse do kishim një siguri për fitoren e opozitës, gjithkush mund të thoshte që okej, edhe nëse s'bëm deputet, do bëm drejtor këtu, do bëm drejtor këtu. Dogana, shtatimesh, po. Nuk është pa drejtor. Do jetë aksioner në reformimin dhe qeverisin që të bëjtë Shqipëris pas një mënyrë. Po pra, po sa e besojnë që do ndodhë? Do jetë pjesë e pushtetit. Do jetë pjesë e qeverisjes. Se pushtetër qik fjallë... Duket si abuzive, por pushteti... Pushteti e këthen ti nëse do të trajtor si pushtetë, dhe shërbim publik. Sepse pushteti këshu është trajtuar. është ndarë me copa, partit aleate, kur kanë marë pushtetin, kanë darë sopa në përqindja dhe aty e të sopën e vetë e kanë trajtu si baqën e vetë duke emruar aty ke kanë dashur ato. Me gjithatë, për dalë ke entuziazmi. Në radhët opozitës nuk eksiston ky lloj entuziazmi. Dhe ndaj edhe nervozizmi është më i madh. Po flas për perceptimin si duhet hersh. Tani, ajo që duket së jashtmi, ndryshe nga zgjedhjet e tjera, thash, mungon ajo atmosfera e jashtme, mungon ajo hareja, sepse dhe vetë mënyra të bëjt fushat ka ndryshuar. Ne kemi që mësuar më herët të shikonin vetëm mitingje, biles nuk dilin sheshe, se qëllondet partit kishin në të njëjtën kohë kishin dy tubime dhe... është modernizuar politika, gjë mirë, sot, ne nuk e shikojmë dot masivisht mbështetjen një partie politike, sepse në vend të atij mitingu të madh, kandidatët zhvillojnë 5-6 takime, diku në një lagje, diku në një kafe, diku në një ambient tjetër, në grupet vogla, ku edhe mënyra e diskutimit është edhe më komfort, është edhe më intime, është edhe më... qasja është edhe më afër me publikun. Kështu që është që vështirë ta masësh, ndërsa këte entuziazmi në rrjeteve sociale, unë nuk arri ta perceptoj si një realizëm edhe pse nuk dyshoj në realizmin atyre njerëzve që i mbështesin pas aktivistit si aplikacion? Sepse gjithkush ka ato ndjekësit e vetë dhe i ka të grupit vetë. Dhe pa dyshim që nëse një kandidat i PD-s do bëj një postim në mas dërmuse, 90% e ca, ata janë mbështetës të këtij sepse kjo është targeti i njerëzve që e ndjekin. Në të njëjtën mënyrë ndodh me postimet që bëjnë nga Partia Socialiste. Janë të njëjtët njerëz që shiko. Po njerëzit e tyre po votuesit e tyre. Ja, te Partia Socialiste detyrohet administrata të bëjë një like dhe share, dhe kjo doli te aktivisti. Po mirë më dhe tek Partia Demokratike, ai që është i punësuar në shtet dhe një like të bëjë është i monitoruar. Kjo është realiteti tani, se ne jetojmë Shqipërinë. Në përgjithësi në rrjetet sociale, ata që bëjnë komente, edhe nëse do ta quanim këtë entuziazëm, nuk mund ta përgjithsoj këtë lloj entuziazmi dhe ta quaj si një mace të këtij entuziazmit masiv që do shërbente si indikator për të nxjerrë një përfundim. Megjithatë thash, do duhet pritet vota edhe për faktin që kemi votën e diasporës. Kemi votën e diasporës dhe ato në një farë mënyre nuk përfshihen në këtë takimin modern. Edhe pse ata janë goxha aktiv në rrjetet sociale? Janë aktiv në rrjetet sociale, por besoj që do votojnë më shumë në mënyrë emocionale, sepse ata nuk janë në kontaktin e drejt për drejt. Nëse një kandidat këtu në rrugicat e Tiranës, Fierit apo Shkodrës bredh tërë ditën edhe takon 300 njerëz, do duhet punoj një javë rresht për të mbledhur 300 njerëz në Milano apo në Athinë. Në Athinë, po. Apo në Londër. Apo në Londër.
Kjo pjesa e entuziasmit? Atëherë, Me qënë se do të shtoj diçka para se Jo, do t'i thoja diçka Besardit. Jam dakord me mentorin atë që thotë që kryesisht ata janë njerëz që rrjedhin nga partitë dhe nuk e mat dot entuziazmin se po të shohësh për shembull videot e Lulzim Bashës me Edi Ramon, Orame, 77. Janë ndër videot më virale. Janë videot më virale, po Ai që zgjedhët të fitoj Basha me Ramën. Ato janë video politike. Lulzim Bashës, domethënë janë thjesht njerëz që argëtohen me këto videot, siç mund të argëtohen dhe me shfaqjet e kandidatëve të PS-s dhe PD-s, që njëri shkonte me dreseja që s'ka shkuar asnjëherë në jetë. Një kandidat tjetër blem fotoaperimet e tregu i popullit, që nuk i ka bler asnjëherë ato aty, e shfaqje të tjera, një deputet madje provoi edhe të ishte balta në përkpuc dhe shkonte me një supermarkin në një zonë që vërtetoi nëpërmjet asaj video që qeveria nuk ishte shkuar as të rregullonte rrugën, e vërtetoi vetë kandidati për deputeti i PS-s. Kështu që këto janë video thjesht që Nga këto autogole. Pash një deputet ose një ministre që puthte një punëtore në një baxhë qumshti. Unë përmenda vetëm disa, sepse ato videot me të vërtetë kanë pronaçojnë sy deri në 11 mars.